Një pjesë e segmentit rrugor në zonën e Jonufrës në Vlorë ka posuar shembje, duke krijuar rrezik serioz për qarkullimin e automjeteve dhe sigurinë e qytetarëve. Pamjet që po ndiqni në ekran janë filmuar nga televizioni 6+1 Vlora dhe tregojnë gjendje problematike të rrugës, ku një pjesë e asfaltit është dëmtuar dhe ka rrëshqitur anën segmentit, duke ngushtuar ndjeshëm hapësirën e kalimit për automjetet. Shqetësimi është i madh pasi kjo rrugë është një ndër akset më të frekuentuara gjatë sezonit veror. Jonufra mbetet një nga destinacionet më të vizituara të Bregdetit të Vlorës, ku çdo ditë qarkullojnë qindra automjete me pushues vendas dhe të huaj. Për këtë arsye, dëmtimi i segmentit rrugor shihet si një problem që kërkon ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse. Shembja e rrugës ka ardhur gradualisht, ndërsa ditët e fundit situata është përkeqësuar edhe më shumë. Drejtuesit e mjeteve shprehen se kalimi në këtë aks është bërë i vështirë dhe i rrezikshëm, sidomos për automjetet e tonazhit të rënd apo autobusët që transportojnë turistë drejt zonave bregdetare. Në disa momente, automjetet detyrohen të ngadalsojnë ndjeshëm lëvizjen ose të presin njëra tjetrën për të kaluar, duke krijuar trafik dhe konfuzion në qarkullim. Problematika bëhet edhe më shqetësuese për faktin se ndodhemi në pragun e sezonit turistik, periudhë gjatë së cilës fluksi i lëvizjeve drejt Jonufrës dhe zonave të tjera të Rivierës shtohet ndjeshëm. Çdo vonesë ndërhyrje mund të sjellë pasoja jo vetëm për sigurinë rrugore. Në këto kushte kërkohet që institucionet ato të mirëmbajtjes së rrugëve të marrin masa emergjente për stabilizimin e segmentit të dëmtuar, forcimin e anës mbajtëse dhe shmangjen e përhapjes së mëtejshme të dëmtimit. Situata në Jonufër mbetet një alarm për nevojën e mirëmbajtjes së vazhdueshme të infrastrukturës rrugore, veçanërisht në zona turistike që gjatë verës përballen me fluks të lartë qarkullimi.